Ka përfunduar investimi i Bashkisë Shkodër për rikonstruksionin e rrugës Mehmet Xhelil Fishta. Banorët shprehen mirënjohës për këtë ndërhyrje të bashkisë, duke theksuar se për 30 vite ishin lënë në harres. Banorët theksojnë se ky investim erdhi pas shumë përpjekjesh dhe kërkesash që më herët nuk kishin gjetur përgjigje. E kena merr prit, ka 29 vjet që jam këtu. Asisën mas shikjesh dhe shikja posetat si janë bërë drejt me rrugën, 60% në Shkodër që me dali ke një pllëm në rrugë, që është një defekt e firmës. Falenderoj edhe bashkinë. Ne kena këtu, po drita, po gjana, tu jena me ndriçim, me ujë sjes, kanalizim, ujën e zezës, të tonë gropa jena këtu. 30 shtëpi me gropa, kena pas motorinat, po ujë sjes kena pas, e kena ble ujin. E tash jena çdo gjë në rregull. Këto jena me fjalë diku të 35-40 familje. Kena 30 vjet me fjalë që s'kena pas as ujë, as drita, ndriçim, posetat e ujinave të zezë, ata në me gropa septike. Po falë angazhimit kryetarit zotit Benet Becin, që e falenderojmë me fjalë jashtëzakonisht, u bë mundën ky super investim. Ma përpara sa edhe fëmijët s'kena mujt me çu në shkollë. Ka kanë ujë deri në gjumë. Fëmijët i kena marrë hopa ose në bicikleta për me çu në shkollë. Se s'kena mujt, ka kanë e pakalueshme. As kena pas ujna, as kena pas drita, as kena pas rrugë. Domthon si me kanë majë malit. Si në mund tjena, unë si qytetar mund të kem 700-800 vjetë në Shkodër, si jam banusë. E ndore barë më realitet, faleminderit shumë për kryetarit. Kënaqur jena, sepse rruga ka kanë mizere, ka kanë shumë e keqe. Kana 35 vjetë që 35.000 ankesa e kana bën Bashkia e Shkodrës, por kur e marrin vesh se jena provinci, kanë lanë masdorët, i vetmi njeri që i ronë mend për këtë investim dhe për këtë lagje, është Benet Beci. Punimet përfshin asfaltimin dhe ndërtimin e kanalizimeve për ujërat e bardha dhe të zeza. Në këtë lagje ndollen edhe fusha sportive, ku stërviten mbi 100 fëmijë të moshave të ndryshme.